Kryeministri Edi Rama vizitoi këtë të ente qendrën e komandës dhe kontrollit në Smart City. Gjatë fjalës së tij, Rama u shpreh se ky projekt krijon siguri, duke mundësuar parandalimin e ngjarjeve kriminale përmes inteligjencës artificiale dhe një sistemi të integruar monitorimi në kohë reale. Rama u shpreh se teknologjia e re e qendrës së komandës dhe kontrollit do ta bëjë shumë më të vështirë fshehjen e gjurmëve të krimit dhe do t'i mundësojë policisë të identifikojë në kohë reale persona në kërkim apo situata me rrezik. Gjithë projekti është i ndërtuar në mënyrë që sistemi të informojë në kohë reale për rrezikun. Jo, siç e tha ministrja, thjesht të ruaj një informacion që pastaj duhet marrë duke hapur sistemin e duke nxjerrë informacionin kur fakti ka ndodhur. Për të thënë një nga detajet, nëse një fik del nga xhepi në cilin do vend publik, jo vetëm në shkolla, po dhe në rrugë, sistemi jep menjëherë informacion në qendrën e monitorimit. Mund të jetë krejtësisht e parezikshme, por mund të jetë dhe rrezikshme. Nëse një person në kërkim sot është një person që ka shumë mundësi të fshihet gjatë procesit të kërkimit, sistemi e bën pothuajse të pamundur që në momentin e reagimit policia të mos di se nga drejtohet. Historia e makinave që kryen akte kriminale dhe pastaj gjenden të djegura në një pozicion disa kilometra nga vendngjarja nuk mund të ndodhi më, për shkak se sistemi e shef makinën përpara se sa makina të ndalet. Sipas kryeministrit, projekti Smart City synon të modernizojë sistemin e sigurisë publike përmes teknologjisë dhe inteligjencës artificiale, duke rritur aftësinë e institucioneve për të parandaluar dhe hetuar aktivitetin kriminal.